Shiko, t'jem realist me ty dhe opinionin publik që na ndjek vazhdimisht dhe duhet jemi falenderus ndaj ti, sepse të jemi vërtet ata për shkak se na kanë vlerësuar vazhdimisht. Ne këtu kemi thënë për një zyrë që ndodhet në Athinë, në ambasadën amerikane në Athinë, që merret me Ballkanin më parë. Me Ballkanin dhe posaçërisht me Shqipërinë. Ju pat shumë mirë që ky fakt ndolli. Ne jemi të vërtet me ato informacione që japim. Nuk janë informacione as sekrete, janë informacione të cilat nuk kuptojnë gjeopolitikën dhe tregojnë strategjinë që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë transparente për qëllimet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dihet që populli shqiptar është pro-amerikan, është pro-europian dhe sigurisht çdo përpjekje që bën një titullar të një institucioni të Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në favor edhe të Shqipërisë. Tani, ajo çfarë kemi thënë vazhdimisht dhe themi është që ne duhet kuptojmë politikën në atë që analizohet në pjesën politiko-juridik, që nuk kupton politika në normimin e ligjeve dhe ligjeve të cilët politika i përfaqëson. Që do të thotë, ne duhet kuptojmë qartazi që rasti Balluku nuk është një rast i mbyllur, kapitulli i mbyllur, ne kuptojmë kur drejtësia nuk mundet të veprojë më. Dhe është pikërisht jo drejtësia reale, e vërtetë, e pamshme. Është mbyllur kapitulli, po jo libri. Bravo. Pra, kemi mbyllur një kapitull të një libri. Po ne nuk e dim që libri sa kapitull i ka brenda. Sa i fillon me njishin dhe përfundon ku Threqametin. Pra, nuk është e thënë me që kapitulli mbyll, po libri u mbyll. Pra, kapitulli po libri që është libri i Partisë Socialiste, është libri i keqeverisjes së Partisë Socialiste, nuk kupton qartazi që zoti Rama mbylli një kapitull për sa i përket vetes së tij dhe zonjës Balluku. Po jo zonja Balluku me drejtsinë e Partisë Socialiste të zotit Rama. Pra, këtu duhet kemi kujdes. Nuk flasim për drejtsinë e pavarur e paanshme i treti, merr dhe shqyrton provat dhe del në vendimarrje. Sot drejtësia është ashtu siç është drejtësia popullore. Perceptimi publik nuk kupton drejtësinë në Republikën e Shqipërisë. Me perceptim publik mund të futesh në burg, po jo me prova. Ky është fakt konkret. Dhe për ata të cilët nuk e kanë ndjerë ndonjëherë, uroj mos ta ndjejnë asnjëherë, por është e vërtetë që do përballen, sepse perceptimi i drejtësisë nuk është thjesht vetëm gjyqësori, është edhe mënyra se si ti merr shërbimin nga shteti ku je, qeveria se si të sillet ty ndaj çdo problemi që ke. Këto nuk janë thjesht element të një ngjarje të zakonshme, po janë element të drejtësisë e cila nuk zburon vetëm tek gjykatat e vendit, por të çdo lloj diskriminimi që i bën qytetarët shqiptar. Prandaj zonja Balluku ka mbaruar për zotin e Rama, për libri është i madh dhe përveç kësaj përfshin edhe zotin Rama për shkak se drejtësia e zotit Rama dhe jo ajo drejtësia e pavarur e pamshme. Avokat, tek rasti i zbulurës për Ballkanin, për Shqipërinë, edhe keni thënë më parë në ambasadën amerikane në Athinë. Mos do të thotë gjë që mos na kapni informatimin e ambasadës në Tiranë apo? Nuk besoj se do të jemi në këto kushte, sepse kemi këtë ngjarjen që ka ndodhur me Iranin dhe Izraelin, por e vërteta është që disa diskutime që vinë nga linja Trump, sigurisht do t'i përcjelljin një përfaqësues i denjtë i linjës Trump, që është ambasadorja në Athinë. Sigurisht që zoti Rama e ka marrë mesazhin shumë të qartë. Ai në rast se do të kishte një mesazh falenderues, përgëzues, çfarë do kishte bërë, siç ndodhi me bordin e paqes, që do na ngeli bordi i paqes, do të dilte me njoftim me shkronja kapitale që të shikonin gjithë pensionistat komunistë që vdesin për Partinë Komuniste dhe Edi Ramën,
që të kuptoni që sa e do Amerika Edi Ramën. Por nuk ndodhi një rast i tillë. Kanë kaluar 3 ditë. Se unë e di se lajmi 3 ditë zgjat. Jo më shumë se 3 ditë. Dhe prita të kalonte lajmi dhe në fund fare kaluan 3 ditë dhe ai nuk tha të paktën një gjë konkrete. Pse nuk e tha? Po me shkronja Kapitali që thoshte unë kam mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Donald Trump, sepse pikrisht erdhi linja e tij nga Athina në Tiranë dhe më dha mesazhin ku je o lider suprem. Pra, ju duhet kuptoni që zyra në Athinë e ambasadës amerikane ka sinjalizuar zotin Rama, nuk ka lidhje fare mbështetje. Zero mbështetje dhe guxo dhe dil dhe thuaj diçka që është për te atyre që unë të kam cituar në takim, sigurisht që do të kesh pasoja. Prandaj zoti Rama nuk doli me shkronja Kapitale, thoshte që erdhi linja e Trumpit. Pamjet ishin Është ai rasti që dikur flisin me shumë pamjet. Urdhro? Flisin me shumë pamjet e takimit, ato Shiko, edhe mua kur më përqafojnë edhe kur më puthin, sigurisht mbaj edhe rezerva, nuk e jap gjithë veten time. Mirë. Tani sigurisht që edhe zoti Rama mbajti veten e vet, por dhe zonja mos harroni është femër. Avokat, ishte një takim, ju thoni që erdhi për të sjellë një mesazh edhe kaq. Mesazhi ishte shumë i qartë. Në rast se zoti Rama do të kishte një do të thoshte një mesazh lavdërimi, do ishte i pari mesazh që ai do të publikonte, sepse mos harroni faktin që ju e pat shumë mirë se si ai publikoi rastin e bordit të paqes. Pra në rastin ndoshta, ka kaluar disa ditë, ndoshta mund ta publikoj. Në sekonda ta them unë ty, në momentin kur e mori Tony Blair dhe i tha që je në listë, ai në atë momente e publikoi dhe priste derisa të dilte ftesa zyrtare pas 3 ditësh që erdhi. Dhe pastaj pat ju, zonjë Spiro Pali, e cila sot është e shkarkuar, duke përgëzuar Skënderbeun e sajt që e shkarkoi. Pra, e kuptoni në cilën situatë jemi. Zoti Rama duhet kuptoj qartë që është momenti të reflektoj për Partinë Socialiste dhe socialistët për Partinë Socialiste. Në rast se Partia Socialiste dhe zoti Rama do të vazhdojë të bëjnë avokatët e atyre të cilët janë përfshirë në afera të dyshimta, të cilët janë përsëri edhe ndikohen nga drejtësia e Partisë Socialiste, se nuk flasim për një drejtësi të pavarur pamshme, janë mashtrime për opinionin publik, që të kënaqet populli dhe thotë, "Ua, çfarë drejtësi përfituam ne pas reformës së famshme në padrejtësi." Por e vërteta është që drejtësia e Partisë Socialiste është ajo e cila po merr përpara antarët e saj. Avokat, çfarë mendoni që hapësirë ka Spaku për të vepruar tani, sepse 2 veprime janë bërë. E para ishte masa që quhen kushtetuese, atje fitoi, pavarësisht 4-4 që mbeti fuqi, dhe e dyta vendimi i parlamentit. Tani janë Kush fitoi? Po, si Spaku atje apo jo? Asnjë s'ka fituar, ta garantoj unë ty. Po vendimi u lan fuqi, do të thotë që pezullimi i fuqi eci Spaku. Edhe një herë, gjykata kushtetuese janë 1-1. Gjykata kushtetuese bëri një gabim që duhet bënte një deklarim. Nuk i kërkuam gjykatës kushtetuese të na shfuqizosh një vendim. Gjykata kushtetuese kishte për detyrë të bënte deklarimin, deklaroj kompetencën. Pra thoshte, dëgjoj mua këtë. Deklarojmë kompetencën të GKK-s që ka mundësi të bëjë pezullimin e një ministri. Kjo quhet deklarat, pra nuk shkoi zoti Rama, se zoti Rama nuk ka mundësi objektive, po edhe subjektive. Pse? Sepse nuk është palë në proces, është zonja Balluku. Dhe gjykata kushtetuese duhet të dilte me një vendimarrje deklarative, pra që do të thotë nesër merreni si praktik dhe jo të shfuqizim, nuk po të kërkojmë të shfuqizon një vendim të GKK-s, sepse zoti Rama nuk kishte palë në proces. Po tani, kur ti merr një notere e bë gjykatës kushtetuese, edhe një picier e bë antar gjykatës kushtetuese, e tani më fal tani.
edhe tjetri ka gjithë familjen e ka njëri në Amerikë, tjetri e ka në Europë, e sigurisht që nuk do t'japi vendimet ashtu siç duhet sipas standardeve të një vendi. Mos më bë tani të flas tani. Më freno, bën ai pyetje tjetër. Por e vërteta është që gjykata kushtetuese ka lëvizur nga binaret e saj kushtetues, sepse praktika kushtetuese nuk është që të vjen një ambasador të thosh ke familje në Amerikë dhe të heqin vizën dhe nuk kalon. Nuk ndodhi në Shqipëri, nuk ndodhi. Po thjesht po e themi ne thjeshta për të është si puna kur e mame, kur thash unë atëherë ty për atë ngjarjen e asaj të zyrës në Athinë për Amerikën. Ajo doli. Nuk besu, po edhe unë prandaj nuk them këto të korrupsionon ty për vizë njëri tjetër. Nuk dalin këto, nuk dalin. Tani nuk dalin, kur bie nga kali tjetri, pastaj dalin, ne kemi qenë në presion këtë gjë. Po që në presion, je bëreshën vllajt mos rri aty më, se diçka nuk shkon mirë, se ti nuk do marrësh në qaf fatet e popullit shqiptar sepse do familja jote të ketë vizë me Amerikën atë nga mes deri darkë. Prandaj unë them edhe ti më thua avokat mos e thuaj. Jo, unë prandaj them që duhet të ripar mënyra se si duhet kontrollohen gjykatësit, se si do kontrollohen prokurorët e posaçëm dhe të zakonshmit nga një prokurori e cila duhet të jetë e përgjithshme. Dhe unë them që duhet vendosim përsëri kryeprokurorin e përgjithshëm dhe prokurorët e apeleve dhe shkallave më të larta, të cilët të kenë mundësi hetimi ndaj çdo magjistrati të sistemit të ri